Me aktivitete të ndryshme dhe mjaft interesante që përkojnë me drejtimet që posedon shkolla, Shkolla e Mesme Teknike Komunale Gostivari në Gostivar organizoi ditë të hapur. Me këtë rast, semimaturantët e shkollave të Gostivarit dhe qyteteve të tjera u njohën me drejtimet, infrastrukturën e shkollës, kuadrin dhe procesin mësimor. Kjo shkollë i aftëson nxënësit për tregun e punës, sepse mundëson mësimin dual, po ashtu ofron edhe projektin Erasmus Plus për ndjekjen e mësimit jashtë vendit, deklaroi drejtori Besir Saliu. Kemi 7 drejtime arsimore, duke filluar për drejtimin e informatikës, arkitekturës, grafik design, drejtimin e fruktarisë apo kozmetikës, elektroteknik me telekomunikim, energjetik, kemi drejtimin e teknik makinerisë, kemi profilet arsimore automekanik, kemi paralelit e vënës dhe normalisht elektrikisme montime. Para 6-7 vite kemi pas 400 zanës, sot kemi bin 1100 zanës. Do thot krejtësisht ka një ndrim të atashë që habitën dhe qytete tjera dhe shkolla tjera profesionale. Të këtë është rritje nivelin e dur. Normalisht tu duhet inkorporoti dhe infrastrukturë e shkollës, resurse njerëzore që i afron shkolla dhe të gjitha ajo që përkon me procesin mësimor të nxënësve. Nxënësit që veç më ndjekin mësimin në këtë shkollë bëjnë apel deri tek semimaturantët që të përzgjedhin një nga drejtimet e shumta që kjo shkollë ofron, sepse ngelet ndër shkollat që ofron shumë mundësi për të ardhmen. Sapo kam mbaruar vitin e parë të arkitekturës, jam vërtet shumë e kënaqur me këtë shkollë, veçanërisht me drejtimin tonë, për shkak se si profesorët, si udhëheqësia e shkollës, çdo kush na ofron shumë kushte të mira për çdo gjë që të profesionalizohemi dhe të kemi shumë dyrë të hapura për të ardhmen tonë, të mundemi të jemi të suksesshëm në shumë anë të ndryshme, qoftë në aspektin, profesional, qoftë që të edukohemi si njerëz dhe në çdo lloj mënyre tjetër. Po ashtu ju bëj apel semimaturantëve që të vinë dhe ta provojnë si eksperiencë, sepse është një gjë vërtet shumë e bukur dhe nëse mendojnë që të punojnë edhe gjatë viteve në shkollë të mesme, po edhe me njëherë të punësohen duke qenë në fakultet, është zgjedhja më e mirë që mund të bëjnë, zgjedhja më e duhur, për faktin që në vërtet këtu mund të mësosh shumë gjëra dhe ti jesh shumë i angazhuar me gjëra që na duhen në moshës tonë. Unë jam maturant i drejtimit të informatikës, viti i 3, ku e kam kryer shkollën e mesme teknike, ku jam profesionalizuar në drejtimin tim edhe në çdo drejtim tjetër, sepse këto janë kushtet që na ka ofruar shkolla, ku i ofron shkolla profesionalizëm të madh në të gjitha drejtimet, edhe na ka përgatitur që të tregojmë sukses në të ardhmen në çdo fakultet të mundshëm. Edhe kam edhe një apel për semimaturantët, desha që u them që të vinë në shkollën e mesme të teknikës, që të profesionalizohen më shumë për drejtimet e caktuara, edhe se me të vërtet kushtet janë më të mira. Përndryshe në Shkollën e Mesme Teknike Komunale Gostivari, mësimi zhvillohet në 3 gjuhë dhe atë shqip, maqedonisht dhe në gjuhën turke. Vitin e kaluar janë regjistruar 340 nxënës nga qytete të ndryshme të vendit si Tetova, Kërçova, Dibra, Krusheva, Prilepi, Velesi e të tjerë dhe posedon edhe konviktin për qëndrim.